Në një atmosferë festive të mbushur me emocion dhe traditë shqiptare, në New York u zhvillua një dasë madhështore që bashkoi jo vetëm dy të rinj, por edhe kulturën dhe rrënjët shqiptare në diasporë. Policia shqiptare Alban Lekaj, me prejardhje nga Deçani, por i lindur dhe i rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur orëzdoi dashurinë e tij me Ariela Gjon Balaj, e lindur po ashtu në New York dhe me rrënjë familjare nga Plava e Malit të Zi. Ky bashkim u shndërrua në një festë të vërtetë ku morën pjesë mbi 400 të ftuar, përfshirë familjar, miq dhe bashkëdetar nga komuniteti shqiptar në SBA. Ceremonia u organizua me një përkushtim të veçantë ndaj traditave shqiptare, duke sjellë në zemër të New Yorkut frymën e dukegjinit, nga veshjet tradicionale deri te muzika dhe ritualet e trashëguara ndër breza. Çdo detaj i dasmës pasqyronte identitetin dhe krenarinë kombëtare. Nosja dhe dhëndri u shfaqën të veshur me elegancë, ndërsa elementet tradicionale i dhanë një ngjyrim autentik ceremonisë. Vallet e një ora shqiptare, këngë popullore dhe atmosfera e ngrohtë krijuan një ndjesi sikur festa po zhvillohej në trojet shqiptare dhe jo mijëra kilometra larg tyre. Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte performanca e muzikës live, ku artistë dhe instrumentistë sollon tingujt e trevave shqiptare, duke bërë që të ftuarit të bashkoheshin në valle dhe të festonin së bashku deri në orët e vona. Kjo e ktheu dasmën në një simbol të gjallë të ruajtjes së traditës në diasporë. Familjarët e çiftit u shprehën të lumtur për këtë bashkim, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kulturës dhe zakoneve shqiptare edhe jashtë Adeut. Ata vlerësuan faktin që pavarësisht jetës në një vend të madh dhe modern si SBA-ja, brezat e rinj vazhdojnë të mbajnë gjallë identitetin e tyre kombëtar. Kjo dasëm nuk ishte vetëm një ceremoni martësore, por edhe një dëshmi e fortë e lidhjes së diasporës shqiptare me rrënjët e saj. Organizimi i saj sipas traditave të dukegjinit tregoi se kultura shqiptare vazhdon të jetojë dhe të përcillet me krenari nga një brez në tjetrin. Në fund, kjo ngjarje madhështore në New York u shndërrua në një festë të unitetit, dashurisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare, duke lënë breza të paharrueshme për të gjithë të pranishmit dhe duke dëshmuar se kudo që ndodhen, shqiptarët din ta festojnë jetën me zemër dhe traditë. Not